Përshëndetje dashur miq, rikthehemi me emisionin Pa Emër për diskutuar këtu në antena televizion atë se çfarë ndodhi ditën e sotme. Duket se Partia Demokratike ka hyrë në një rreth vicioz për të gjetur kandidatin i cili do të mundi Ogerta Manaseliun dhe Belinda Ballukun. Në fakt duket se ditët po largohen, koha po afrohet dhe përsëri Partia Demokratike hyn në diskutime për pa gjetur një emër. Pa gjetur një emër i cili do të mund dhe do të sjelli shpresë apo të sjellë një alternativë brenda kampit opozitar. Kaosi që është futur vetë Partia Demokratike reflekton edhe tek emrat që ata duan të propozojnë. Disa duan njerëz jo politik, disa duan njerëz politik. Ditën e sotme në fakt pati një mbledhje Partia Demokratike dhe kryesia e saj kur u diskutua pafundësisht, gati 3 orë dhe në fund as zoti Flamur Noka, as zoti Berisha nuk than asgjë. Përveç se përcaktuan që kandidati mund të jetë jo politik, por nuk e mbyllën akoma. Nuk e mbyllën një emër i cili duket se më shumë po zgjatet nga diskutimet, ndërkohë Partia Socialiste vazhdon të delegohet në përzona dhe të fillojë nga puna. Pse po vonohet kaq shumë Partia Demokratike për të shpallur kandidatin? Pse është kaq e rëndësishme të diskutohet mbi partitë politike që bëjnë pjesë në opozit, kur ata reflektuan në 11 maj që nuk kishin këtë peshë elektorale që ata artikulojnë apo shpresojnë. Pse zoti Berisha nuk arrin të shqiptoj emrin e kandidatit të Partisë Demokratike dhe delegon gjithë fuqinë te kryesia e vogël? Çfarë po ndodhet, çfarë po luhet brenda Partisë Demokratike? Këto janë pyetjet dhe pikpyetjet që ne do të mundet t'i japim përgjigje sot në formatin e emisionin Pa Emër. Pse zoti Berisha bashkë me Flamur Nokën po e vonojnë emrin apo atë se çfarë duhet të përfaqësojë në kampin opozitar? Këtë do të mundemi të diskutojmë mbi disa perspektiva, jo vetëm mbi emrat, jo vetëm mbi alternativat, por do të diskutojmë mbi perspektivat që çfarë do të bëjë sot opozita kur vonohet kaq shumë për të publikuar një emër. Pse kaq vështirësi, pse kaq hezitim dhe a do të përdoret nëse është një kandidat jo politik për ta gjetur si kokë turku. Së bashku me kolegun Andri Bala dhe Marsit Gupin, i cili nuk e heq telefonin nga dora dhe pse tërkohën thot do heqim telefonin, si çdo gjë që është korrekt. Stefa im, si i thashun, bëj çik share emisionin. Ai ishte për t'i matur pulsin si do reagonte, por ai u përtyp edhe kjo është... Jo mërë, se nuk ka shumë, është metodë euroatlantike për typja, po duke qenë se për ta vazhduar pikërisht aty në pikën e nxehtë që ta kuptojnë dhe njerëzit, se shtot miku Normal Peçi, unë mendoj që ka 3 arsye pse Partia Demokratike po vonohet për gjetur emrin, ose paktën mua më shkaktojnë kurreshtja. Partia Demokratike rreth parë mendoj që, siç është shpreh edhe vetë, po merret me profilin, pra jo me emrin, dhe po përcakton kriteret që duhet të plotësojë profili. Mendoj që duke qenë se zgjedhjet e 11 majit ka pasur devizën ose më saktë ka qenë prognoza e Partisë Demokratike që zgjedhjet janë vjedhur, atëherë po mundohet të gjejë një kandidat i cili ka kriteret që nuk mund ta vjedhë zgjedhjet, gjëja e parë. Edhe kjo është gjë shumë e mirë, sepse s'mund ta vjedhë zgjedhjet shoqërisë civile po thua. Po pra, mund të jetë një arsye nëse vjen nga shoqëria civile. Ja vjedhim pse se vjen. Ose fakti që zoti Berisha ka përmendur 3 emra, siç janë Adriana Kalaja, Klevis Balliu ose Edi Paloka, këta njerëz duhet të kenë ndonjë cilësi imune ndaj vjedhjes, ose do ta gjejnë shumë mirë vjedhjen, sepse dy janë, ose ti je imun ndaj vjedhjes për shkak të aftësive racionale, ose po, është e drejtë, ose ti jemi i mirë se vjedhsi, po e themi në mënyrë më të moderuar. Një arsye tjetër mendoj që realisht kaq të sigurt e ka Partia Demokratike dhe opozita kandidatin, jo, që kanë kohë sa të merren me profilin, të ulen diskutime, të bëjnë biseda brenda forumeve, ndërkohë që zgjedhjet lokale janë në datën 9 nëntor, pra jo më larg se 35 ditë, 36 ditë nga data që ne sot flasim. Kjo është gjithashtu një pyetje tjetër që mua më bën të jem dyshues dhe skeptik për realitetin politik, dhe po ashtu di të them që pjesa më e madhe e eksponentëve të cilët interesohen për qytetin, unë nuk i vej re që të jenë emrat të cilët përmenden në garë. Për shembull, ka shumë njerëz, për shkak të profilit edhe të aktivitetit publik,
që mendoj që ka qenë më afër shqetësimeve të qytetit. Një nga ta është edhe një djalë cili në Ermali ka ftuar disa herë këtu, tek emisioni vetë Sinjal, i cili për shembull është Aulon Benkalaja, Auloni. Auloni për shembull është marrë me probleme të ujësisë kanalizimeve, ka dalë për protesta, ka qenë po ashtu pjesë aktive me opozitën, po si formati Aulonit ka disa të tjerë. Për zoti Blet Koka janë tjerë, domethënë mund të ketë figura që janë jashtë, pra ose që vinë nga shoqëria civile, ose që vinë nga media. Pse me për parasysh për shembull emrat që mund të ketë edhe Tavolin Agron Shejaj. Pra domethënë është i nevojshëm koalicioni me Agron Shejaj që të mendohet që mund të fitojë Bashkia e Tiranës, sepse në tezat që janë hedhur ditë të fundit, teza kryesore ka qenë opozita e bashkuar, dhe opozita e bashkuar ka bëj fjalë vetëm me Partinë Mundësia, bëj fjalë me Lëvizjen Shqipëria Bëhet, bëj fjalë me Lëvizjen Bashk, bëj fjalë me gjithë Euroatlantikët dhe me Lëvizjen Djathtas për zhvillim 1912. Si e ka kjo? Djathtas për zhvillim, është koalicioni ka qenë për zgjedhjet e fundit, po e ka Djathtas 1912 dhe Lëvizja për zhvillim. Po. Në moment që Lapa në moment që Lapa i deklaroi tek një emision i darkës që nuk marr pjesë, po ashtu zoti Qorri shpalli i pari zyrtarisht kandidaturën, duke dalë dhe nga votimet brenda forumeve të Lëvizjes Bashk, mendoj që teza e koalicionit përbashkët ra. Dhe ajo që mua më bën përshtypje është që duke qenë se strukturat duan të shikojnë një njeri i cili është i ngjashëm me ta, që ka duruar 12 vite në opozitë, ka duruar 4 vjet të fundit të skizmën dhe luftën e brendshme, që ishte më shumë një luftë dy emrash, sesa më saktë një luftë në lidhje me një filozofi politike, siç doli sfumi. Unë për shembull kam besuar që mase Alternativa Basha për shembull, në para 2-3 vjetësh do sillte një lëvizje elitash politike, një organizim të ri, në fakt ishte totalisht tanjancion. Më keq sa ajo e Berishës, fara si zhvillim të ri. Dhe problemi është që këto strukturat që kanë sakrifikuar, që kanë 12 vjet në opozitë, si do shkosh ti dhe do i punosh një emër i cili ka ndjenjë në tarakfi totale, siç është për shembull zoti Ermal Asinja. I shkëputur nga politika, i cili deklaron që betejat politike që kanë qenë midis Berishës dhe Ramës janë të tyret, që ka rezervat e tija po ashtu për Partinë Demokratike, për Partinë Socialiste, për mënyrën si funksionon politika, vazhdoni qetë me bizneset e veta personale, familjare, dhe tashmë i jepet kjo mundësi që të futet politik pa një aktivitet opozitar, pa një shqetësim publik. Era fundit që kanë parë që ka dalë media ka qenë sepse ka botuar kujtimet e gjyqës të vetë. Dhe me gjithë respektin dhe libër shumë i mirë, por nuk kanë parë të shqetësuar për tezat e mëdha politike, ose të ketë qenë pjesëmarrës në debate publike. Era fundit që ka qenë pjesëmarrës ka qenë për shembull kur është folur për fondacionin Shoqëria e Hapur, tek një nga emisionet e prime time-it e Klanit. Qatë e kësha të dy emisione mbaj mend gati këto 12 vite, që Partia Demokratike ka qenë opozitë. Ka qenë dhe mbaj mend që ka dështuar me sukses, kur voni numër telefonin në cilin po t'i bie të përgjigjej vetë zoti Berisha, edhe doli një PR dhe një fushat publike totalisht e dështuar. Dhe qatë e se kam dëgjuar më. Po edhe po në Universitetin Europian të Tiranës, mbaj mend që u prish me Çili, ku zoti Çili i bleu dhe aksionet e arsimit, dhe qatë e se kam dëgjuar. Zërat Çepani unë se kam parë të ketë një shqetësim në lidhje me qytetin, që okej ta kotoj. I kam respekt për historinë e familjes vet, për figurën e ish bashkëshortit vet të ndjer, por zërat Çepani mbaj mend që vetmi moment që ka qenë në arenën publike, ka qenë një ku ka dalë me të ndjerin bashkëshortin e vet në një emision dashurie të cilët kanë folur për jetën e vet personale, dhe era dytë ka qenë kur ka dalë tek emisioni Zonë e Lirë dhe disa emisione të tjera për shkak të aktivitetit vet në Lëvizjen Shqipëria Bëhet. Kaq. Se kam parë në jetë shqetësohet në lidhje me shpronësimet në qytet, të dalim në një problem të qytetit, me jetë ku dëgjojmë me legalizimet, me problemet e gjelbrimit, me lejet e ndërtimit, me zaptimet e hapësirave publike, me problemet e shpërdorimit të detyrës së fondeve të bashkisë, nuk e kam parë të angazhuar në nga këto debat. Për të mos thënë pa të tjetër që është atë. Jo, nuk është anonim, është nipi Alim Kosovës. Nga është e çuditshme se nga kandidatura e Land Bekos nga Lazarati, përfundojmë tek anonimatet. Se në fundit që ishte logo e Partisë Demokratike ka qenë zotri Land Beko. Ngar. Tashmë do na vinë nga shoqëria civile. Uroj që mas 2 vjetësh mos dalin me një kandidaturë, siç nëse e ke parasysh është një serial Dark Mirror, ku një personazh i filmave anime propozohet që të bëhet kryeministri anglisë dhe fiton. Si të bësh për shembull një nga personazhet e Simpsonave ose Goku në Dragon Ballit. Sepse mua më duket sikur po shkojmë drejt absurdit, jo drejt reales. Dhe për dhënë një pasyrim
në cilin konteksti sot politik ka krijuar bashkëpunimin që këta, ka krijuar idenë bashkëpunimin që këta të gjithë domethënë janë në pozita neutrale dhe as pak asgjësuese dhe as pak kundërshtarë njëri tjetrit, është fakti që çdo betejë politike këtu merret shumë qetë, merret shumë, domethënë nuk ka as edhe një kështu përgjegjësi që dalësh përballë qytetarëve, të bësh ku dëgjoj një rezume. Shikoj gjithë partitë opozitare, më vjen keq. Ka dalë edhe këto partitë e reja. Përjashto zotin Qorin. E pejgjë Partinë Demokratike të bënte të identifikonte cili ka bërë drejtim të gabuar të qarkut vet. Kush ka qenë person përgjegjës për rezultatet? Si ka qenë angazhimi i deputetëve të listës së hapur dhe deputetëve të listës mbyllur në zgjedhje? A u krijuan dhe partitë të reja? Unë se kam para zotin Lape Dirkoj Ndjes. Të zgjedhjes vetë për mënyrën si shkoi situata, për faktin që zbajti fjalën publike, për mënyrën si shkoi situata me Shabanin. Te koalicionin Atlantik Spash, për shembull, dilta zotin Basha, zotin Asa, në një tjetër orë, të paktën një deklaratë publike për rezultatin. Fare. I vetmi që i ka mbushur studiot që ka dalë, Ali Bej vetëm po. Ka thënë që dështuam. Po, ky ishte përgjithësia ndaj nesh, pra fakti tregon që gjithë të tjerët shohin ëndrrën e tyre për realitet. Pra që gjithë ta besojnë që populli i pret, i beson, po nuk janë pikur kushtet që këta të votojnë, ose populli do, po ja vjedh drama ose i frikson ditën që shkojnë zgjedhje. Edhe këta me shpirt do të japin këtyre, po me dorë e japin Ramës pastaj. Kjo është çudia më e madhe. Dhe fakti që e marrin kaq lento, kaq but, mua më bën të dyshoj dhe të jem skeptik, dhe nuk them që jam i bindur, që këtu ka diçka tjetër për tek fenomenin që na duket kështu, duket si në një luftë e madhe ose në një debat i madh publik ose thoshti në një luftë frontale ku tash do hapen artilleritë e rënda dhe ndërkombëtar bilesi janë shqetësuar shumë, atë ka marrë vesh nga burimet e mia që Trumpi ka dhënë ultimatum që duhet vi se s'bën ambasadorin në Shqipëri se rrezikon që lufta e tretë botërore të vijë nga Shqipëria. Vetëm për përplasjes në një eksponent opozitar në Ramë. Normal, si mendon? Për çfarë? Për në përgjithësi për situatën PD. Jo për çfarë tha Marsidi. Jo, mos situatën PD, për sa kohë individ analista nuk e vën gishtin aty ku është plaga, në ty e ka. Po i bien rrotull e rrotull, atëherë është e pa kuptim, domethënë. Kush është plaga? Po plaga është Sali Berisha, aty nuk është njeri, aty nuk është se mblidhet kryesia dhe rrihen mendimet aty dhe zoti Berisha po lë demokracinë tani në moshën 83 vjeç u bë më demokrat, u bë më liberal. Më fal, vetëm një pyetje. Ore, Totorina po Koza Nostra është fajtore për krimet që ndodhin me mafian. Kur i lërë Sali Berisha, një sekond se kam të sensi. Ore, vetëm ideatori apo dhe bashkë? Është dhe ideatori, po prit. Unë kam vërë re normal ose kam frikë se i kam pa dhe i qikshu live to idiotët e dobishëm. Unë kam frikë normal se PD-ja është pa kokë. Pra është Berisha, po Berisha është për të thonë fjalën e fundit, por në thelb nuk i intereson fare se ç'a bëhet në PD. Nuk e ka fare, nuk e ka në listë PD-n. Është më keq, kjo është më keq, po s'tash se është më mirë. S'është për qeshur, mos qesh. Po do qeshun se s'kam çfarë bëj. Po kjo është vdiqën 200 veta o vdiqën 200 veta. Po është më keq, po e mbajt përgjegjësia te ai që e bën. Është rënd për a ke patin ti shifi deklaratat publike. Merri analizoj një, merr Ali Mehmetin, ndryshe. Kape Gazin, ndryshe. Kape Palokën, ndryshe. Klevis Balliu thot tjetër, Flamuri tjetër, në fund vendos Goni. Më kuptoti tani? Që edhe Goni është brinja që doli nga Adami dhe formoi Evën, a kupton? Nuk është edhe Goni një satelit e Partisë Demokratike, që është e qartë tashmë, nuk ka më lidhje kjo, sepse nuk më bën as logjik që një kryetar partie t'i lej kredon dhe gjithë betejën politike t'ia lej Gonit zgjedhë kandidatin, një kandidat anonim, se edhe malasime mund të ketë bë çfarë të ketë bë, e njohin ne që punojmë media, e njohin qytetarë rishtazi, por në thelb nuk e njohin në profilin e tij, a do i bëjmë, do dalin në televizor, janë sa idiot moderatorë që dalin nëpër televizor që bëjnë sikur ky është kokë e madhe e sistemit, sensin që çka ka humbur Shqipëria, po nuk ishte ky kandidati i Bashkisë Tiranë. Nuk kam pas dhe studio zotin Asime, mund të jetë djalë shumë i mirë.
Orë mund tjetë profesor shumë i mishës, se kam iden se kam pasës pedagog. Po t'ishte pedagog im, do i kësha dhe në... Që i mirë, po flasim religion, jemi politik, Prit. I mirë. Po të po them pra, mund tjetë shumë i mirë në profilin e vetë. Politikisht ose është i pamundur. Po këtë po këtu do dalë pra, në sensi mund tjetë djali i mirë të lagja, puthi hala mi dy faqe, ma bet tjetër, mund tjetë pedagog i mirë të shkolla, ma bet tjetër. Ashtë politikan, se ka bërë PR-in e Berishës para 30 vitesh, ku janë dinamika është kretë ndryshe, dhe shfaqesh ti si fantazëm pastaj, edhe thua që tani unë erdhi koha ime për të marrë, se në thellë ne harrojmë diçka, pse është talje e trapike? Kjo është talje kështu me demokratët, jo me shqiptarë, se ne të tjerët shohin skeç, të tjerët shohin estradë, pastaj. Dhe të tjerët gajasen, kush po talje edhe knaqen. Po e marrin vesh. Këta pra, gjithë këta që vendosin, talja është që ti po vendos... të një vendos marani, pse bëjmë sikur vendosin 100? Një sekund. Pa tjetër pra që vendos një, po është një person, po them që nuk është një parti pa kokë. Vendos një, po gjitha tjerë, trupat e tjerë janë elektron të lirë, ta bëjnë si duan. Nuk vendos ai një, se as Rama në PS nuk vendos vetë. A themi ne që 4 ministre ka vonë Belinda? 5 deputeti vetë Erioni e 2 ministre, a kupton? Tani dhe këto kanë ato grupet e interesit, ose dhe partia ka ca bërthama tjera. Problemi është se kjo e kalëshu dorës, nuk i intereson fare asgjë. Dhe ja kanë lënë dorë Gonit. Dhe këtë lesh dorë Gonit, oke, s'kam gjë, po hajti mere Gonin parti më dhe thuj kjo është kryetarit de facto, minimalisht dhe jure. Bas edhe për përgatit për kryetar de facto, që ta bëjmë në shi dhe... Po pra po, këtë po them. Qa të keqe ka? Po pra, këtë po them. Ju s'ka si të keqe. Mundësia, po vjen nga bërë jashtë PD-s. Po e testojnë me një kandidat jashtë PD-s, nesër mund të bëhet një kryetar jashtë Partisë Demokratike. Se besoj se do bi dakord këta tjerët. Nuk e besoj se këta tjerët bin dakord, nuk e besoj se Goni është ai që do donte Berisha, se Berisha ka marrë gjithmonë buratin. Nuk ka marrë. Gonin kujton atë filmin e Gjeze Lufte. Po pra. Zoti she, jo ma Goni. Goni që bite që myrë të filmin e Gjeze Lufte. Goni është, nuk besoj se është tipi që... Goni jevë zbiq. Kush? Po pra. Ka qenë një personazh. Goni nuk besoj se është i duri për Berisha. Berisha ka pas gjithmonë kryetar njerëz që i ka përdorur, sepse de facto përderisa mundet shumë mirë bën. Përderisa mundet shumë mirë bën. Po shiko, unë nuk besoj sot të Andri, se ne trajtojmë sikur Berisha e ka mendjen nga mëngjesi ndaksi do shkatroj PD-n. Ju si s'do shkatron ai më. Unë biles mendoj që ai shqetësohet shumë për PD-n. Pse? Shqetësohet. Madje dhe këta që ti cilëson si idiot do bishë, unë i mendoj njerëz të pamundur. Pse? Jo se duan të bëjnë keq, se Sokrati ka thënë gjë shumë bukur. Pse janë pamundur? Nuk ka njëri ata shpjegoj unë, që do të bëjnë keq. Sokrati thotë ai gabon sepse një të mirë më të vogël e dëshiron më shumë sa një mirë më e madhe. Sepse ka, si thua, keq funksionim të racionalitetit ose të raportit me të vërtetën. Dhe kjo e bën tjetër keq, jo se e bën sepse dëshiron që të shkaktoj keq. Pa ti po thua që pa Loka, Noka, Gazi, Saljani, këto nuk kanë fuqinë që ta zgjedhin vetë një ti thon ti o da e ke gabim. Po si kjo e mirë e madhe për Berishën, që është shumë e mirë e vogël për ata, i duket sikur është e mirë e madhe edhe për ata. Duket qenë afër Berishës politikisht gjithmonë. Po pra, po gabim që ka bërë dikur dhe Basha. Këta nuk i thënë dot për shembull që duke mbajtur me Berishën mbante partinë. Këta nuk i thënë dot që problemi i tij që humbi dhe partinë. Nuk i thënë dot që nuk e duam Gonin parti, nuk e duam kandidat, pa? Nuk i thon dot. Atëherë janë idiot të dobishëm. Jo se kanë frikë ose. Janë idiot dobishëm. Ku ka respekt mosha aty? Pa është për demokratët pra. Për respekt të majtë ta politike është. Jo, absolutisht, për shpallje për demokratët. Si the ti për asimin që po që burri mirë s'kemi, kështu ç'lidhje ka mosha aty? Ç'lidhje ka mosha? Jo, për moshën politike më. Ç'moshë politike më? Ka 35 vite angazhim politik, ata mendojnë që eksperjenca e tij politike është më... A kjo ka të bëjë me eksperiencën, po s'ka të bëjë me moshën? Mosha politike thash, se se ndigjove, ishe me duart për thyra shumë. 35 vite thash ka angazhim politik si lider. Këta janë të ri politikisht. Sa ka flamuri shkret? 20 vite. Sekretar partie ka 4 vjet. 20 vite. Po ka qenë ministri i brendshëm Flamur Noka, kur njerëzit nuk e dinin çfarë ishte ministria tani, mos fol kështu. Flamur Noka ka qenë personazh Partinë Demokratike, 20 vite eksperiencë. Goni
Por personja ministri i Brendshëm është Albana Koçia sotme, po mua nuk më duket në një personazh Oregoni. I përgjigjet kërkesave të Berishës? I përgjigjet. Mendon ti se Goni Goni nuk e rrezikon t'ia marrë partinë siç ja mori Luli, sepse ai partia nuk e lëshon. Unë të kam thënë që Goni me këtë po jep oksigjen Berishës. Pra, nuk bën sens në asnjë, nuk kam parë asnjë doktrinë politike, nuk kam parë asnjë deal politik apo marrëveshje politike që ti me 2 deputet i imponosh një njeriut me 40 deputet. Ama kjo tregon valencë politike, që është koncepti jot. Po ai ti imponohet tregon që ka valencë. Po problemi që unë besoj se është projekti Berishës se sa valencë. Unë e kuptoj që ky më ndjek, po më ndjek gabim. Jo, nuk të ndjek gabim. Valenca politike është valenca politike është kur ke forcë. Pra ndodh po tregon ai sot. Ndodh që zoti Berisha, ore më fal, të lutem. Kandidatët politik i ka hedhur në tavolinë Gonshejaj. Po. Berisha po e pranon. Nuk më intereson mua se nuk shti fallë. Nga ajo që ty s'intereson, po ti ga ke faktin ti. Që i bindur që domethënë Berisha po e imponon Goni, ti thot Goni. Tani nga kam unë faktin. Ku? Po unë në qoftë se ti flet vetëm çfarë shikon. Në qoftë se ti flet vetëm çfarë shikon është problemi jot. Jo, nuk është konspiracion, ajo është deduksion. Me gjithë respektin që ka, sepse ndodh në këtë deduksion. Në këtë deduksion të ngjarjes nuk ndodh. Zotit Berisha pra duhet marrësh precedentet. Zotit Berisha askush nuk ish imponuar deri më sot. Çfarë ndodhi që u imponua Goni me 2 deputet? Është imponuar Meta, more. Zgjedhjet e kaluara bashkëkohore me 2 deputet. Jo Goni me 2 deputet, Goni dhe i deputet tjetër. Tani një sekond. Por një sekond se bëri ti mendon se zgjedhjet e kaluara i është imponuar Meta? Ka qenë një zgjedhje e zotit Meta. I është imponuar Meta me Belind Kolliçin? Ka qenë tani mua mos më thuaj gjëra që fare zero imponim. Ka pasur një deal politik. Kanë treguar që ka qenë deal, një sekond. Një deal politik, po si ka qenë pra një deal mes mënyrës se si ishte zoti Berisha dhe mendoi që kandidati që aty do të bënte bashkë dhe Ilir Metën dhe këta, do të ishte zoti Kolliçi. Që po bëjnë tani me Gonin. Po ka diçka. Kush e bën Gonin me Berishën në këtë sens po pyes. Ilir Meta nuk doli dhe ja propozoi emrin. Kto që thoni që themi ne në tavolinë janë pas kuintave, dolen më vonë. Nuk ja propozoi Ilir Meta Belindin, po thua Berishës, nuk doli Berisha vet. Nuk doli publikisht, po të marrë rasti precedent. Rasti doli tani publikisht. Goni e bëri fakt, doli aty, tani dhe tha këta 3 emra janë. A thua se i vuri me shpatë pas muri. Se mund të kishte ndodhur që këta 3 emra të dilin, por Berisha nuk do të duket i dobët para njerëzve, bën logjik politike kjo. Domethënë, ty sot Berisha... Po qose Berisha si pranon, pra e marrim ekuacionin politik. Po ja ta mbaroj. Qose Berisha për shembull si pranon këtë emra, si bie? Ja ta mbaroj, që po të them. Po sot zoti Berisha doli dhe thash jo politik kandidati. Po pra, po nuk pranoi një nga ato 3 emra, shtovi dhe vetë emra. Po s'ka rëndësi, më po thotesh jo politik, pra përsëri po i shkon tezës së Gonit, pas avazit. Ai mund zgjidhë një kandidat tjetër, që mund të jetë aty rreth e përqark. Mund të jetë zotin Balliu ose Paloka, ose zonjën Kalaja. Fakti që e përmendi Balliun edhe Palokën dhe Kalajan, mendoj që i kishte me nën kuptim që si jeni ju. Pra, fakti që i përmendi. Kështu e konceptova unë të paktën. Por, ditë them vetëm diçka nga ana vizuale, pra të PR-it. Zoti Berisha po e tenton, sepse ka një simbolik zoti Berisha, është një politikan i cili ka mbijetuar. Dhe ka mbijetuar politikisht në periudha më të vështira. Ka mbijetuar në 90-ën, mbijetoi në 97-ën, u rehabilitua në 2005-ën dhe në 2019-ën thonë që ai e ka ditur që u shpall non grata, por po e themi në 2021-shin që u bë publike, se s'po edhim. 2021-shin ai midis gjithë këtyre çështjeve ndërkombëtarët, amerikanët konkretisht e pan që ky njeri vëlla nuk do të heqë dorë. Dhe ne t'i vëmë një njollë këtij që historia ta mbuloj me turp politikisht. Jo, në fakt amerikanët kanë kuptuar që dorë nga Berisha nuk heqën Rama. Sepse ai që e mban Berishën është Rama momentalisht. Sikurse e mba Berisha Ramën. Dakord, por ata kur win-win situation. Dakord, win-win, po ndërkombëtarët vet amerikanët vet thanë
Stop dhe kaloj. Zoti Berisha është i vetmi politikan anësot me një valencia i ka pasur që është shpallur non grata. Po them një njeri i cili do hynte në historinë e Shqipërisë në optikën time, po mos kishte non grata për mirë. Flas në kontekstin e njollës. Kjo ja është bëri gjithë çka ka arritur në karrierë, me të mirat me të këqijat. Po. Dhe në këtë kontekst tani zoti Berisha e di me çfarë do përballë, nuk ka njeri që të kuptoj se ja do shmangi Tiranën me një kandidat politik. Po këto 5 bashkiet tjera ku do shkoj zoti Berisha? Dhe Berisha sot po përballet për shkak se demokratët janë të lodhur, janë të zhgënjur edhe nga vetë zoti Berisha. Dihen të tradhtuar, dihen të braktisur. Për shkak se zoti Berisha nuk ban më asnjë qëndrim, mo të shkosh nuk flet më për asgjë që është esenciale. Flet vetëm nxjerr një video, vazhdon me atë qytetarit digital edhe kaq. Po ka mundësi që merr 500.000 vota, se kjo është e çuditshme. Po, prandaj po të them 30% masës votuesve. Prandaj po të them sepse zoti Berisha. Po se rezulton pra. Po ja më do ta shikosh tani në këto zgjedhje sa do marrin, nga 500 sa do shkoj. Do ta shikosh. Zgjedhjet e kaluara thej që merr 25. Ore dakord mor, po ore tani po ti kthehemi. Ore un kam thënë 30. Nuk e bën dot drama. Un kam thënë shko çik. Unë kam thënë që zoti Berisha 100.000 diferencë shumë. Po pra është shumë 100.000 diferencë, për shkak e krijimit të partive të reja, edhe të çarës që kishte brenda Partisë Demokratike. Jo, po them 100.000 vota. Me Belindin ishte 58.000. Të shkoj diferenca 100.000 vota, unë besoj se është shumë. Se s'ka ku të shkoj më, po shkoj 100. Po do shkoj Moranëri, e do ta shikosh. Sepse o Andri, po këtu ka pasur njerëz që thoshin Berisha do udhëtoj në Amerikë me bindje Moranëri. Në Amerikë është me bindje thoshin. E thoshin si kompetent, i e shequr non grada, thoshin, në për studio dhe do udhëtoj në Amerikë. Ky muhabet zgjati na një vit. Prit sot dhe prit nesër, se dhe i besojmë njerëzit që flasin si kompetenta. Po që do marrin 30 mandate, po. Po gabova. Po, dakor, deklarodhe që Lul Basha do marrin minimalisht 5, po. Gabova, s'ka si gjë të keqe. Po s'ka gjë më, ore, shko, unë po them, të lutem, unë nuk e kam problem të gaboj. Gabimet janë njerëz. Nuk kam problem për të gabuar, nuk është se kemi jo më gabova në deduksion. Të të bëj një pyetje. Po ama nuk thash që do udhëtoj në Amerikë më borë. Ore do udhëtoj në Amerikë. Po the këto 3 budallëk të tjera, po. Të thuash budallëk më të mas dhe ta besosh. Po dhe puna është kam qenë në studio, kam thënë çfarë. Vishen me kollare dhe flasin si njohës mirë të diplomacisë, të ligjit, thoshin të që mund ta bënte, por kishte disa faktorë. Ore, me përgjithësi totale. Kush ka qenë budallik më i madh? Të thuash që Berisha mund shkojë në Amerikë apo thuash që ardhmë i përket Lulzim Bashës? Ardhmë politike. Ja, pse i përket Lulzim Bashës, do ma lesh mua tani? Ta them sinqerisht. Vetëm jo, s'po ta them. Pse i përket Lulzim Bashës? Ky letë të qeshi s'ka gjë. Nuk e kam fare normal. Letë të qeshi nuk ka gjë. Mëse mund pëlqen kjo kimia që keni me njëri tjetrin, që ngacmojnë. Siç ngacmojnë kafe. Tani. Është Lulzim Bashës. Jo, është Lulzim Bashës, sepse fush betejë, po ta marrën shak. Kush kanë qenë liderët që u përplasën për kryetarin e PD-s? Po. Po më kush? Gonshe me Bashën. Apo jo? Ata bën garuan dhe Goni, një nga ndarja ndasi që kryej me Partinë Demokratike, më saktë me Berishën, ishte për faktin që nuk ishte kryetari i PD-s. Tani normal. Prandaj po e lidh me ty. Në atë kohë, pse Berisha vendosi për Bashën dhe pse tani le ta themi që Berisha vendosi për Bashën? Se s'mund të themi tani që fitoi Basha me vota të sinqerta. Sepse kishte më shumë. Një sekond. Po. Edhe nuk vendosi për Gonin. Sepse i beson më shumë Bashës. Pse duhet i besoj Gonit sot? Unë besoj se nuk i beson. Nuk i beson. Për se do dalë dikush, se nuk e nisa kot. Ke shumë të drejtë. Po na dili edhe të fakti që pse i përket Lulit. Po prit, aty po dalë po. Po ma le ta bëj një lloj kështu analize se si. Tani nuk e di ai përket Lulit, po duro. Po ka mundësi, ta them sinqerisht. Mos po nuk e kam sinqert. Gonit unë s'besoj, siç nuk i besoj atëherë, nuk jo si beson por nuk i ka komponentët që i duhen Berishës. Jo politike, kanë fjalën komponentët që se ai e shef si trashëgimi ose e shef pronë në Partinë Demokratike dhe kjo është fakt tani, të e dim gjithë.
Nuk e shef vetëm ai, e shef Liria, e shef Jan Marbri, e shef Xeni, e shef Argita, e shohin të gjithë sepse mendojnë se kanë investim familjar, absolutisht. Tani, do rikthehet Goni në PD në formë koalicioni ndoshta për këto zgjedhje? Po kjo mund të jetë koalicioni i parë, mund të jetë për zgjedhjet e tjera. Pse nuk kthehet Basha për shemb? Pse nuk mund të jetë Basha me këta? Jo, ndoshta drejt për drejt, po tërthorës me gjithë ekipin e tij, sepse dhe nga e dim ne që ekipi Bashës mund të prodhonte më shumë vota brenda PD-s, pra brenda fjala vjen. Morim i shembull, më thuj një kandidat për deputet e Euroatlantikëve, që mund të jetë Hysni Gjura, e them. Hysni Gjura, brenda PD-s, më s'ka rëndësi, Hysni Gjura, brenda PD-s, si ka pasaj ky Seferi. Se Plumi. Ose Plumi. Plumi mund të prodhonte më shumë vota brenda Partisë Demokratike se sa të Euroatlantikët. A jemi dakord për të? Po. A ka ndodhur kështu? Kështu është. Pra, nëse ka marrë me Euroatlantikët 1000, me Partinë Demokratike ka marrë 3000. E zem, më kupton çfarë do të them? Më dëgjon ti, më ndjek me telefoni, se lam pa telefon. Jo, se pas e thu, edhe bën thua budalliqe, po ja po prit më tani se nuk është ardhmja me të hedh me monedhe. Ja iku ajo mundësia. Tani është me garim. Mund ketë një përbashkim të këtyre forcave me Partinë Demokratike. Nuk e di se çfarë do prodhojë valla, nuk ka rëndësi. Më kupton, por unë besoj se merkata do ketë kjo pjesë. Pra do ketë joshje. Nëse këta nuk e bëjnë joshje, i bitë janë idiotas. Unë se besoj se Plumi do shkete Rama. Dhe nuk e di se sa vota i ngelen Plumit po të shkete Rama. Se votat ka marrë demokratëve, më kam seriozisht për kam sinqert. Për çfarë kur thot Plumi do të shkojë te Rama, sigurisht ai Plum me mesazhe. Ja, po them, po pra. Kumuria është ajo që çon mesazhe. Pëllumbi është zotria, Pëllumbi Seferi, që shkon nga këtu do shkoj, po të shkoj te Rama mund t'i humbi. Nëse ka marrë 1000 vota fjala vjen, mund të shkoj 400 te Rama. Se janë demokrata, do thonë valla. Tani s'do vim sa herë na tërheq për veshje ti për interes te tjetri. Tani do kthehen dhe këta mund, ka një opsion për të kthyer edhe këta të Bashës, me apo pa Bashën? Po. Ky është variant. Nëse kthehet Goni edhe kthehet Basha, a nuk është ardhmja midis të dyve prapë që të përplasen për kryetarin e partisë, ku vetë Basha është në luftë. Endriasa Basha është për Endriasa është kryetar. Për Vulën është zoti Basha vetë. Vetë Basha është nominal si emër. Është në luftë gjyqësore ose e kam seriozisht me për të marrë Vulën, se më kam shumë sinqert. Unë nuk mendoj kjo është një variant. Ky është një variant. Nuk është i pamundur. Dhe midis, jo, se kam pasionante, sepse ti se ke sinqert. Se sa e kemi qenë këtu, kemi thënë që Basha me Berishën, Ermali ka qenë kundra, Basha me Berishën ka bërë lojën, sikur e ka parashtuar. Ja pranoj akoma të. Pa prit më, ja, pse të unë aty të dal. Ke thënë që Basha me Berishën ka bërë këtë lojën. Po. Goni me Berishën mund të kenë bërë këtë lojën tjetër? Për dalë të mundësia dhe për të rikthyer me kandidat Bashkinë Tiranë. Absolutisht edhe mund të jetë. Atëherë për sa kohë Basha dhe por deri tash indikatorë. Ndarja 8 janari thotë ti. Ti thua që në këtë lojë digjen ata që se kuptuan lojën. Po pra, dhe që kanë sharë. Po. Jo, Një sekond. Unë po them këtë gjë. Jo, ata që i kanë sharë se nuk mbajnë shënime e korruar. A Trumpi dhe Berisha nuk mbajnë shënime. Nuk e kam të ato tekzime, kam të lidhja me Gonin, pa për ta sharë, shumë mirë bëjnë që e shajnë edhe unë do ta shaj edhe më fort. Mos e kimë rak, edhe po kthye. Ja po ta them publikisht. Po më thoj mua e thoj atyre. Po ta them publikisht, se ma them mua u pishpuna. Nuk besoj që Goni. Jo, nuk thash shenjat që janë sot. O Marcel, nuk të ndoqi. Po Anëri së ndoqi, nuk të ndoqi Anëri. Goni nuk mendoj që i ka faktorët njësoj si Basha, që ti të bindesh që po luan lojën e Berishës. Pse? Sepse Basha, vendimi i gjykatës shkallës së parë, jam jurist, nuk merr formë prerë. Se Lia ju mor pa i vendim gjyqësor. Dhe gjithmonë thuaj që të dali gjyqi i apelit. Një sekond, daltem 5 fakte që pse Basha bën lojën e Berishës dhe pse te Gonshej nuk i kam të indicje. Pse? Po se si kam pra. Po pse u kthye sot? Kush? Sot pse po kthehet brenda PD-s? Po.
Kaq një, më thuaj ato pesta. Më shumë e thjesht më Se s'do të ndërpres. Nuk do të harxoj financa dhe nuk ka kandidatura dhe Gondin pra ne po e marrin që ti marrin një lekë burr dhe ai kandidati që do dali. Po e shef Gonin në sy. Aman do na hapësh një lek. Po lere telefonin se ne po flasim tani. Pse ti po më thua që ato kandidatë e Gonit kanë zgjedhë që të dalin se do fitojnë përballë Ogertës mo? Ka për t'i shkri, s'do ndin nga të shkojnë. Do dalin kështu. I ke pa ato filmin? E filmat e frikshëm që ikin njerëzit duke përditësh përse mos o trego ne. Si. Na i Një sekond ta them se. Goni nuk besoj që ka ndër më të marrë përsipër ekonomikisht fushat në Partisë. Jo, po i pjesë do e marrë ai për kandidatën e vet, se do ja financojnë këta. Po ç'i duhet Goni? Këta lekët, këta votat? Hajde dhe ti, që duhet Goni? Atëherë është me Goni me Berishën. Pra të bie edhe njerë. Ke dy herë u tensionove. Ani, nuk duhet ta thoj atë gjë, se ajo skema shumë diabolike dhe ngelimi jashtë kot, ne që ju kemi rënë. Dakor, një sekond. Mos si dua lek të aty. Qose Goni. Jo. Qose Goni ka ndërmend të hedhë para. Po do hedhi se s'bën, më që kandidatit i kanë fillim, dan. Urdhro. Atëherë po, jam dakord që duhet të ketë marrë në një ditë që një shkelje syri që një ditë PD domethënë mund të hapet vendi. Dhe mund marrë PD, sepse nuk besoj që e bën thjesht që ti ndoktoj një kandidat vetin. Është lojë më e madhe. Edhe Rioni ta shkelën syrin, po. Edhe disëm. Në këtë sens e kam. Më fal. Tani jam një sekond. A mund të jetë edhe një këndvështrim tjetër, nëse sepse sot Marsit mund na heqësh telefonit lutem. Po kam edhe miq më shkruajnë. Po miq, po dhe ne kemi miq, se si jemi pa miq ne, kam me miq. Dikush është ardhur në Lut Bashkë, se atë ja them se kuptoj dhe mbaj mend. Të lutem mos ashtu dhe një fjali shumë shpejt. Ardhmë në Lut Bashkë është ajo që them unë. Nëse Berisha e ka nxjerr satelit Agron Shenjën dhe Lulzim Bashën, që i kandidoi për kryetar të partisë, sikur mund të jenë njerëzit më të besuar pranë tij dhe që i ka vlerësuar më shumë, nëse e ka bërë këtë skem deri tani, pse s'pas ka mundësi rikthimi? Tani unë s'po them se është i sigurt, po e shoh si perspektivë. Mbi asaj që pse s'pas ka mundësi rikthimi? Ma shpjegon dot? Kush Basha? Basha dhe Goni pra, të dy janë, a kanë qenë të dy. Po të ndjek dot ai të sot. Precedenti. Ai shokët, ai thot precedenti kot, çai thua ti? Precedenti ai dëshin ngjashur precedentin Meta me LSI dhe Partinë Socialiste. Njëtë gjë dhe Ilir Meta prej për të... What precedent asa? Po ç'ish kjo analogji? Po ç'ish kjo analogji, morbu? Analogi, Meta Goni me Metën sot. Edhe herë. Ilir Meta krijove një forcë politike. Po çuna pubertet si bëjnë? Mas luftës me Fatosnanon dhe pretendonte që duke u dobësuar Partinë Socialiste nga jashtë do imponoi një ditë do bëj kryetar. Dhe precedenti Meta tregoi që nuk e merr dot partinë, duke krijuar një forcë tre politike, edhe gabimi Bashës, ky ishte. Dhe prandaj ardhmja vet politike që Ermali ka shkruar me penën. Ju ersua dhe ju shua. Ta bëjnë një pyetje, mbajmë atë çfarë do të. Jo të këndë Gazbardi. Kjo është se këtë nuk e kam thënë vetëm unë, ka thënë Marsili, po kjo më citon vetëm mua. Më fal, akuzat që ka bër Basha Berishës janë më të rënda se ato që ka bër Gazbardi Berishës? Akuzat që ka bërë ky Saljani Berishës janë më të rënda se ka bërë Basha Berishës? Jo, janë më të rënda. Jo, pse janë më të rënda? Më të rënda. Basha Berishës që ka bërë? Jo, ai Gazbardi ka bërë akuza më të rënda se Basha. Po këtë po them, ato të dy janë parti. Po ç'a mungon të kthehet Basha? Po e kap si perspektivë për kot. Ç'a mungon që Berisha ta rikthej Bashën PD? Edhe i thot prap kandidoni midis të dyve, Gonshë edhe këtij. Gjithë tjerët kryq. Dhe ishte vdekje pasaj politike dhe për Berishën. Po Berisha, tani ti do pesi, se na shmenesi. Jo, po nuk e pranon dot sepse po domethënë Andri. Do doja jashtëzakonisht. Andri është vërtet që un kam shkruar Andri me penën time që e ardhmja politike i përket ka diçka që nuk shton Zotit Basha. Por ka diçka tjetër. Kam pasur un individ cilët kanë qenë aty dhe që bërtisin më fort se mua për këtë punë. Unë kam ton telefon, unë nuk dua t'i tregoj se duket sikur nuk jemi serioz, i kam tu video se dia që do vine kjo ditë. Sepse të dublikosh Gazmend Bardhin nuk është e pamundur, e kupton? Dhe koha politike ka treguar që ndrimet janë të rralla në këtë vend, por që të imitosh zotin Bardhi, zotin Saljani, e bëjnë shumë veta, dhe unë i kam tu në telefon, kur të vit dita që do ketë gjëra të rëndësishme, do t'i nxjerr.
Çfarë thoshin dihet, çfarë thon sot, çfarë thon nesër. Jam dakord, ama është një zonjë që ka qenë në mas kuintave, vetëm një djalë mund ta duplikojë atë, që është besnike e shkretar. Dhe një prezantuese në Dhe media. Anëri, që të kthehemi vetëm një djalë mund ta që të kthehem tani Anëri tek mund ta zvendçoj besnikrinë asaj. Tek individi me fakte dhon. Dhe po të them më një herë. Kthehemi tek tema. Është një vajzë. Tamam, prandaj edhe zoti Bashi nuk është vajzë, është zonjë. Zonjë. Është zonjë. Zonjë dhe është një drejtuese. Dhe ajo zonja ka marr pranë vetes si njeri i cili sot ka krijuar fabulën dhe përsëri thonë që e kopjojnë të tjerë njerëz. Dhe kjo është e pafajshme. Ne që e njohim këtë gjë nga brenda, ne dim shumë mirë që ai ka kopjuar të tjerët, askush se ka kopjuar atë, por fabula është që ai kopjon, shkonte të njëjtit gazetar, pastaj ndjek të njëjtët rrugë. Edhe kjo fabulë domthon e thon gazetarët e tjerë. Dhe të rikthehem te tema. Të rikthehem te tema. Kush është prognoza jote që vazhdon i beson Bashës, sa me që se do përballë. Ore kush është të rikthehem te tema. Tema e sotme. Lere me temë lere, kush është pozicioni jote? Që vazhdon ri besnik Bashës. Tema e sotme është që të vazhdojmë tek ato që ne diskutojmë. Pastaj do të kthej përgjigjet e ty për çdo gjë, unë nuk i fshih asgjë. Kthej kur dua unë. Por do ti pastaj s'ndodh as mua. Po, s'to do ti ç'ka. Ditën e sotme në Heshtje, duket që po lind një foltore 2. Ku është? Te Atlantikët. Një foltore 2. Ndjeki lajme tani se s'do të informoj për çdo gjë. Po do ande me Andreasën me këtë. Jo, do të një foltore 2 sepse gjithmonë zona e Korçës prodhon tipologji të veçanta politike. Sot ti je mirë se ti ke punuar me ata. Sot Saljani ka mbledhur degën e vet në Korçë. Si ndahet shpirti dhe ka prodhuar një foto e cila nënkupton që mund të rinisi një foltore 2 kundër zotit Berisha, nëse në prill kur të vi momenti një rizjedhjeve në Partinë Demokratike, në qoftë se nuk i jepet një vend apo një post që ai dëshiron. A mund të jetë rastësi, a mund të jetë simbolike, për shkak se brenda Partisë Demokratike ka një luftë e eshtur kundër Saljanit, ka një luftë e cila artikulohet nëpër tryezat e kafeneve që ai s'ka më vend në këtë parti, pavarësisht sakrificës që këta e mbuluan nëpër media që ai bëri, dhe tashmë njerëz pranë tij në rrjetet sociale kanë shpërndarë dhe kanë thënë që një gjë duhet bëhet. Duke dhënë mesazhet që tashmë mund të ketë një foltore 2 që mund ta nisi vetë zoti Saljani. Tani, a qëndron kjo, unë nuk e di. Se do duhet ta njoh Partinë Demokratike edhe më shumë më thellë si do të shkojë në bazë. Çështja qëndron që apo bëhet ky për një protagonizëm, apo do të jetë një nisëm ku zoti Berisha do t'i kushtëzohet vendimarrja, dhe a do të ketë një luftë të re brenda Partisë Demokratike. Partia Demokratike. Një sekondë ata ktheu përgjigje. Kjo është nonsense. Zoti Saljani s'ka si pozicion politik. Me një vendim gjyqësor të formës së prerë ka ndaluar për 5 vite të ketë angazhime publike, domethënë në struktura drejtuese. Jo, ai ka administrat. Po pra administrat. Po ai është, po ke 5 stelet i Pepe Grillo, ishte i dënuar, u bë kryetar me Partisë Betaj. Dhe fakti që nuk kishte të paktën mirë e keq, tash duhet të jemi realistë, lidhet me shosh se mbulojmë dot. Pavarësisht se ashtu ndrojmë që të mbulojmë me shosh. Ka bërë burg Marsit. Një sekond ta përfundoj. Kur ka bësh burg politik së shpak. 20, 30, 40 veta i shkonin poshtë drejtarës. Jemi dakord tu? Zotëria ka qenë në burgun s'pash të jetë shkollin të drejtë. I kanë shkuar para. Këtë do ta bastardosh ti. Ditë për ditë u bë problem në burgun e Fierit. Po mirë, po të them, po pse shqetësohesh për Saljani ka shumë orë burg. Se ti na e sodhe nga Bashkia e Tiranës, na çovën koshte Saljani. Po ta them se diskutuan për PD-n. Për bashki. Diskutuan për PD-n. Për PD-n, po diskutonim konceptin e. Se thënë se kjo është komplet jashtë bisede. Nga bashkia shkon tek foltora Saljani në Korçë. Janë 3 tema që të diskutonin. I kishin fjalën për kandidatin dhe për zgjedhjet në 5 bashki, 6 bashki me gjithë bashkinë e Tiranës dhe 5 bashkinë e tjera.
Na dorim Korç, unë Korç nuk e di që ka zgjedhje të pjesme. Nëse kena një me burimet e tua, na e thuaj që ta dim. Ore nuk ka zgjedhje të pjesme, është për temë që mund të diskutojmë për sot. Nëse do të bësh pjesë Saljanit tipi. Do të japësh pjesë politike Saljanit, mos më duket sikur ka. Ti do të kjo është ngjarje pa pasur ngjarje, urdhë. Ta mbyllim emision normal, ta shohim çfarë do bëj Saljani. Ore ti mësu Mosu komplekso nga kjo gjë fare. Me njerëz janë absurd, ose që janë anonimat. Po pse më është anonimat? Ka bërë takime edhe e Kuran Ponçi. Nurën Vajkurore, miru dhe bata, do sfidoj Berishën, me gjithë Lefter Maliqin, se ka i tjetër. Dakor, pastaj i bie që Berishën, sipas optikës tënde, nuk e sfidon askush. Ne po flasim për bashkim për kandidatit, dalim Koshtë, foltore Saljanit, po kapim do dhja e sotme. Ma thua do të logjikën si ti lidh, son s'po i lidh dot si ta bëjmë diskutimin. Ishim brenda diskutimeve për rivalizimin e zotit Berisha. Berisha. Po them që përveç Bashkisë Tiranës, Partia Demokratike është totalisht e papërgatitur dhe në 5 bashkitë e tjera, kjo është problemi. Dhe nuk kanë nuk fiten as për emra, as për formate. Edhe unë mendoj që fakti që e marrin kaq avash, gjetën e një emri për bashkimin më të madh të kryeqytetit, që me demek bën edhe protestat me zotin Këlliçi dhe me këto forumet përpara derës bashkisë. Dhe sot janë avokatët më të mëdhenj, zotit Veliaj, dhe djetën të një kërkonin dorëheqje, kurse sot shqetësojnë që pse nuk dëgjohet, ose pse shpallen zgjedhjet pa u certifikuar rekursi që ka bërë zoti Veliaj dhe pa u shqyrtuar nga gjykata kushtetuese. E tjerë, mua këto gjitha më duken një lloj paradoksi që nuk po e kuptoj pozicionin e Partisë Demokratike. Këtu është problemi. Pra këtu ose është e vërtet ajo pjesa e marrëveshjes së madhe, që këtu po me drejt se ti je një nga ata që ke folur që ka një marrëveshje, po këtu marrëveshja nuk është vetëm me 3 aktorë ose me 3 palë, këtu që ka marrëveshje me bazë të gjerë, dhe ky është problemi. 21.000 vota ka gati Agron Shejaj në Tiranë. Normal. Sa do të bëjë 21.000 vota? Prit. Nga sa ka qenë diferenca 60.000, hiq 21.000, 40. A ka qenë 60.000 me zotin Këlliçi? Besoj kanë pas diku te 9.000 sa vota, 10.000. Me qarkun? Po 9.000, 21.000. Po ka qenë me qark? Në qarkun e Tiranës 10.000 vota po them. Me bashkiaket më mirë, do ishte më saktë. Jo, ai po bën një me 11 majin pra. E marr vesh, po ai po bën një para 21.000 Agroni. 9.000 Luli, qofse po ran këto pra nuk ka mund të ketë koalicion. Po prit më dakord me ty, 6.000 del diferenca. 30 më 30 kaq, po ta them se Dashi sa ka Dashi 5.000 vota, 35. Sikur, po jo, nuk bëhet Luli, po puna është se të paktën me sa kam dëgjuar nga Ermali që pjesa më e madhe e këto të Enkeledit atëherë kur kishin vulën pjesë më thonë, nuk e di nga Ermali kush e mund ta kam thënë të gjithë që punuan për PD. Të gjithë mor pa dal publikisht zoti Bardhi që bëri atë bashkimin në Kukës, punonte për PD-n fushat. Shumë bukur. Unë i di gjithë ata, që kanë konstatuar. Enkeledi kur u shkëput nga që mbajti kryetari komanduar, që Basha kërkonte vullin dhe u shkëput nga PD-ja si loke, mbajti Enkeledi kryetari komanduar, a ka qenë kështu? Dhe në fushatën e lokale, a kandidon me Rolandin në të? Po pra, Ermali thot që e kam të sigur se nuk e strukturat kush? Ore vetë Jorida, Gazmen Bardhi, të gjithë punuan për Berishë. Të dashur miq, dua të dalë në vend tjetër. Pa, pavarësisht se u ndan në thel për mos qasje idealesh, punuan për PD në fakt. Tani unë po të them tu 21, edhe 9.30, edhe 5 Dashi, me Enkeledin 35.000. Tani nga këto 35.000, po t'i shkojnë Partisë Demokratike, pa ta zëtë ju se ka një firë që se besoj se janë votat të djatha, se besoj se këto janë krijuar për të marrë të pakënaqërit e PD-s, për brenda PD-s, për të mos dalë nga PD-ja, pavarësisht se kanë bërë to gjithë secili kërkon llokën e vet. 35.000 vota, po ta them se kur të marrin 30.000, ti ken firë 5.000. 25.000. Nuk del rezultati, nuk mund dalë rezultati 100.000 vota nga zgjedhjet e kaluara, del më pak. Kështu që unë besoj se gjithë energjia duhet të fokusohet paktën të minimizojnë nëse. Pra, a është lufta që po na vjedh Rama? Rama qa bëna? E ka hedhë Karremin që
përmes zgjedhjeve lokale t'i ftojnë në duel, i ka hedhë Dorashka në ai që hajde ti thot, po ta majti Prapanica. Duke e kthyer në duel, do të verifikoj, Rama e certifikon rezultatin e zgjedhjeve, nëse zgjedhjet, këto palë zgjedhje, dalin njësoj si ato të Belindit. Më kupton, kjo është idiotësia këtyre, prandaj po them që janë idiot, do bishën. Nëse këto palë zgjedhje dalin më pak, pra nëse dalin PD del 25.000, 30.000 vota, më tepër se sa në 2000. Jo, po i tregoj një foto Marsitit. 2023, ç'a është? Po. Për këtë që të autorozoj s'ka demokracia. Për këto më fal një sekondë se s'u mund të esë. Ore se s'do diskutojmë këtu se marrin vesh ata që na shohin. Dakor. Se po çapo flasin. Se janë 43 veta. Ja e the ku ishte edhe te pika kulminante. Ore, jo më jo, s'po në gjë po s'marrin vesh që na shohin, se ne duke qeshtur për qefin ton, ata po na ndjekin po këta budallin. Ideja është, jo më po mendoj që qofse duan ta thyen atë të Ramës që ky nuk i ka, qofse do e konfirmojnë, po më do e bëjnë. Se ti mendon me votat e Gonit janë më keq se vjet. Mos duan ta thyen atë të Ramës, ta thyen Ramës mitin e pathyeshmërisë. Se por po kam shumë sinqert. Ore kam shumë sinqert. Rama do të certifikoj pse vonoi raportin ose bëhet deri. E dini? Që këta të thyen Turinj. Po pra që t'i kthyen Turinj. Po pra, që t'i thyen Turinj. Tani nëse ti ke pak burime që mos ja, ore, minimalisht do minimizosh dëmin. Ai do të rrafi, kishte një kështu përpara, me trup madh, ka bërë dhe palesë, ti je kështu si i fyshkur, do të marri me shpullaj, do të rrafi. Problemi është mos bëj për spital. Se 100.000 vota është si të shkosh për spital. Tani, dhe më tregosh që ky e rrafi, sepse ky nuk e kishe nga palestra, po e kishe nga ilaçet që merrte, a kupton, nga shiringat, kjo është gjë tjetër. Këtë duhet provoj PD-ja, që ky ka vjedhur. Nëse do ta provoj këtë, do ta minimizoj rezultatin me kurthin që po i gatuan Rama. Nëse këta se bën përmes Gonit, Lulit, Dashit, me aq sa janë, 21, Adriatikun. Po ta bëjmë një parashikim. Si e mendon normal rezultatin? Se na fallxon. Nëse më bëjmë kot për çefin ton, unë kam thënë qofse vendosin një kandidat nga këta që thon këta jo politike, drejtë shejtan, unë them diferenca 100.000. 100.000, po. Edhe unë mendoj që nëse unë do të them parashikojmë një Elim Ermalin, nëse do një kandidat jo politik që ka qenë totalisht. Po aq duam të themi se na plas. Politikës, unë mendoj që do jetë një diferencë mirë për mos ja prish balës më shumë. 50.000, po e shkurtoj. 50.000 është më mirë se Belindi. 50.000. Se do jetë edhe ndihma e Konshejait, meqenëse. Po skurta proposi Goni më keq. Goni. Po më që ndaj dali llafit njëri nga ne, të qip të funksionet. Tani që thot emisioni pa emër të faktë njëri i bën. Unë kur kam bërë me thot njëri kam dy djem. Ja ta them të, kam dy djem tha. I kam shumë dëgjuar ta se o njëri të tjetrit të ndaj fjala, po pse? Njëri tha thot do biesh, tjetri thot do biesh. Do ti që njëri ti del. Do biesh, kështu është puna. Ne ti themi gjithë variabla. Thuaj që fiton PD-ja. Po. Që ti dali. Pa i ka pasaj që presin vetëm me nxjerr. E ardhmja zgjedhje lokale i përket PD-s të dashurish. Po Ermali ishte duke u larë në këtë nga Kuksi po lajnë liçen. Po njëri vrap, tjetri po larë. Me atë se ka pasur Ore, e di që të them diçka. Një sekondë, lere më kretare bashkë. Sa vetë gjithë. Sa vetë është në burgi shkreti. Një sekondë. Ermali më thanë mu, në fakt, se Ermali kur ishe në emision. Ti thua Ermali më thanë mos, më tha shumë, po thua Simja, se s'tash që unë. Se ke edhe Ermali këtu. Këto thua Ermali më thanë mua, bje mua barra, s'kam thënë asgjë. Ermali Simja, kur ishe në emision, më tha që unë se dia, po bënd të kështu sikur... Se dalja bitur. Sikur i kishe rënë tele bingo, e kipa që që të bjenë loto, kupton tani si të menagjosh lekët. Ideja ishte që Ermali... S'po them se është delë serios, pa e kishte kërku vetë Gonit. Thjesht në televizor më bënte sikur... Të shetë të s'pëjmani veshë, këtia ka lypë Goni apo Berisha? Ermali Simja kishte kërku vetë Gonit
kandidimin. Ermal Asimja ja pas ka kërkuar Goni, do më thënë Asimja ja ka lyp Gomit. Ja ka lyp, po. Gomi ja ka Gumit. Gonit e Gomit. Mbyllë tani se po e bën karagjoz, ha. Po ç'a të bëjmë nëse tani se vetë e the këtë informacion se nëse dinim. Po unë jam i saktë. Po sa gjë. Fale, tha në kamerë këtë që unë i po. Unë Krisha, se thatë. Ai e ka kamera tha, informacionin e unë tha, nuk e di tha. Unë për shoqni tha, bëra i muhabet me Real Kapri dhe ishte muhabet shumë shoqëror tha. Mi fjali thash unë tip do kandidosh për shoqni ose e ke vokacion për të kandiduar se mendon se Tirana ka nevojë e këto. Nuk e di, gjithkohës nuk e di, nuk marr vesh, nuk shoh, kupton? Nuk di, nuk dëgjoj, nuk flas. E kundër ta Leninit prit. Dhe pastaj kur pyet ata njerëzit, ora thash, ç'është ky muhabet Allah, thash se ky më duket si pa përgatitur, sikur nuk e do këtë gjë. Dhe kjo s'duket as pak serioze. Që nuk e do Allah ja ka kërku vetë Gonit, tha. Tani, më kandido. Të lutem, informo pak qa fondi marrin këta në këto bashkit. Të kuptojmë një qa fondi marrin bashkit. Nuk ka lidhe, ajta e budallikë për aty kërcet legu, grupet e interesit. Po kushte e lek tani këtë situacion. Do merim gjatë fushatës me Edhin. Të lejmë surprizë. Ti bëjmë ato hetime tona. Qa të them unë? Mbyllet thashe. Po ti takon ty ardhme politike për këtë Bashës dhe Gonit të thash unë. Mbyllet tani ti, he? Unë e apa ta të temë. Unë për ardhme politike i përket Gonit dhe Bashës. Të dashur miq, duke falenderuar se cilin për ju që na ndjek live, duke falenderuar se cilin për ju që në bën subscribe në kanalin ton Antena, e shpërndan në diaspor, por edhe në Shqipëri. Më falë, të ndërpres. Qa epizodi jemi? Qa epizodi? Jo, më ka shkryt një jo poja. Quna kam një pyetje, po nëse në moment të fundit... Shkajtur poja. Një sekund. Shkuam vetaj. Po nëse në moment të fundit surpriz, kandidon Ali Mehmeti, si e shikoni? Ali Mehmeti ka thënë jo. Jo, po. Ali Mehmeti nuk janë bandë kandidoj, sepse nuk e ka dëshirë, as nuk e dytërojnë dot. Ali Mehmeti po lutet që të kandidojnë në njëri me mandat që të futet në parlament. Dhe me kaq, duke falenderuar se cilin prej jush, mos u largoni nga Antena Televizion, orën 8 keni Arlin Qorin, i cili ka folur për kandidaturën e vetë këtu në Antena Televizion, dhe ndiqni formatet e emisioneve që ne zhvillojmë këtu. Miru pafshim dhe kalofshim mirë. Këtu tjere, dy. Ata me të dyrë majnë. Po i dajtë ta mbylli... Jo, veri... Nuk ma bën kjo. Epizodi... Ishte se fa epizodi... Po ta mbylli... Po të unë mbyllësh? Si me qenë burim...